Çokokremi në kavanos ose kovë plastike, ëmbëlsi e përpunuar që dëmton shëndetin. Duket si një zgjedhje e shpejtë për mëngjes apo një trajtim i preferuar nga fëmijët, por çfarë përmban vërtet kjo masë kremoze? Sheqer në sasi alarmante, mbi 50% e përmbajtjes është thjesht sheqer i bardhë. Vajra të përpunuar, kryesisht vaj palme, që lidhen me rritje të kolesterolit dhe inflamacion në tru. Ngjyrues, aromatizues dhe konservues artificial që i japin shije dhe jetëgjatësi, por i marrin trupit vlera. Ambalazhim i madh në kavanos apo kova plastike që nxit konsum të përditshëm dhe të pakontrolluar, sidomos nga fëmijët. Kjo nuk është ushqim për trupin, është një produkt ultra i përpunuar që ngop vetëm përkohësisht dhe sjell varësi, lodhje dhe dëm afatgjallë. Zgjidhja: shmange. Përdor ushqime natyrale, të thjeshta dhe të pastra. Shëndeti nuk ka nevojë për krem industrial, por për kujdes të vërtetë.